Kryeministri Edi Rama ka zgjedhur Dibrën për të dhënë një mesazh të prerë për drejtuesit vendor se zhvillimi i agroturizmit dhe krijimi i shoqërive të bashkuara bujqësore janë kusht për mbijetesën e tyre politike. Gjatë takimit me fermerët Dibran, kreu i qeverisë prezantoi modelin e ri të kooperativave sipas stilit evropian, duke i cilësuar ato si të vetme rrugë për të mbijetuar në tregun e Bashkimit Evropian. Nuk është më problemi tek parat, problemi është thjesht tek projekti dhe aplikimi, sepse parat janë. Ne e kemi rritur shumë ndjeshëm mbështetjen e tani për pak ditë, fund muajit, fillim muajit tjetër, do të firmosim dhe marrëveshjen me bankat dhe me Bankën e Shqipërisë dhe do të vendosim në dispozicion të gjithë atyre që duan ta dyfishojnë sipërmarrjen një linjë kredie me interes ulët dhe me garancia shteti. Askush nuk ka më alibi, as kryetarët e bashkive. Kryetarët e bashkive kam thënë, e du shumë Rahimin, është Dibrani mirë, shumë. Ka ardhë këtu për të shërby pasi ka ishte në bankë etj, por i kam thënë dhe Rahimit dhe shokëve të Rahimit, po nuk bët 10 agroturizma me paket dhe maleve. 10 agroturizma dhe 3 shoqëri të bashkuara, as mos hajdeni fare të pretendoni të kandidoni më, sepse bashkit nuk janë vetëm shtro rrugë, vër drita, pastro plera, edhe në fshat pastro kanale. Bashkit duhet jenë aleatët e fermerëve. Duke u ndalur te organizimi i fermerëve, Rama ironizoi skeptikët që i krahasojnë këto shoqëri me kooperativat e dikushme komuniste. Ai tha se Bashkimi Evropian funksionon përmes bashkimit të prodhuesve ku secili mbetet pronar i tokës së tij, por shitja dhe negociimi i çmimit bëhet si një trup i vetëm. E bashkimit që bën fuqinë, jo ashtu siç thon çyrykët që vinë vërdall për të hedhur balt mbi çdo gjë, pra jo si kooperativat e dikushme, por si kooperativat e Bashkimit Evropian. Bashkimi Evropian funksionon me kooperativa, por ndryshe nga kooperativat e komunizmit. Në kooperativat e Bashkimit Evropian, secili prodhon më vete dhe të gjithë shesin bashkë. Ka që thjesht është kjo punë. Duke shitur bashkë, krijojnë një volum shumë më të madh, pra kanë një pozitë negociuese shumë më të fortë me blersin, shoqëri të bashkuara bujqësore, SBB. Kështu janë quajtur në ligj për të shmangur atë frikën e madhe që vjen nga trauma e të shkuarës që po na mbledhi tash në kooperativ këta socialistët. Si shembull konkret i këtij vizioni, në Dibër është krijuar shoqëria Dibra Origin, ku bashkia është aksionere krahas fermerëve të qershisë. Në Dibër, SBB-ja ndërtohet mes fermerëve dhe bashkisë. Dhe bashkia është aksionere. Po nuk është aksionere që t'ju marrë juve fitimet. Është aksionere në një kompani dhe emrin e kishit gjetë, se po bëjmë shaka, çfarë i thash vejani Dibra United si Manchester United. E lexova që kishit gjetë Dibra Origin. Fermerët shpjeguan se ky bashkim do t'u mundësojë atyre akses në fondet e IPARD-it për teknologji, paketimi dhe përpunimi, ndërsa Rama njoftoi se së shpejti do të nisë edhe një linjë kredie me interesa të ulta. Kjo s'është kooperativ, kjo është bashkimi bën fuqinë. Po, bashkimi bën fuqinë. Dakor, ti ta quaj kooperativ. Jo, e quajnë fshatar tash, do thonë kujtojnë se na fuzin kooperative, e kupton? Po s'është kooperativ, kjo është bashkim. Fermerësh. Po janë këta të, e ke parasysh ti që ja thonë, ti kush ja thot. Janë këta pra ata që u mërzitën kur tash unë çyryk. Ata janë. Po janë çyrykut që ja u thon pra. A e kupton ti? Edhe jam çuditur 4000 fermerë të bashkuar. Shqyqysh janë gratë e Dibrës thuj. 4000 fermerë bashkuar, si kishte një ndërtim, si kishte 5 hektar, fermerë të bashkuar.
Takimi në Dibër u zhvillua në kuadër të turit punët e Shqipërisë me fokus rritjen e sigurisë ushqimore dhe standardizimin e prodhimit vendas përpara integrimit të plot në familjen europiane.